Që këtu është Al Pacino Scarface. Po, është Tony Monta. Tony Monta. Këtu është Kumbari. Don Santuccio. Këtu pastaj, këtu sipër është Berti. Albert Einstein. Berto. Mos e vri mendjen vlla. Këto janë tre stade, për mendimin tim, tre stade zgjuarësie. Domethënë i pari është Scarface. Ne jemi te faza e Scarface-it akoma. Po. Ne jemi te faza e Scarface-it dhe kemi një pjesë që adhuron këtë fazën e Sa bukur e ke thon vlla, o sa bukur e ke lidh tash. Dhe pse jemi te faza e Scarface? Jemi te faza e Scarface-it se jemi me atë The World Is Mine. Domethënë është bota është e imja, domethënë unë i kam të gjitha dhe dihet finali i Scarface-it. Një pjesë e Scarface-ave kanë filluar të ndërrojnë si pjesa e Kumbarit. Po. Dhe janë në rrugë të mbarë dhe pjesa e Kumbarëve, madje është mbush mirë, qarkullon fenomeni i Kumbarit sot, luhet edhe në politik Kumbarit, jo vetëm tek pjesa po themi e errët e botës së errët krimit. Pjesa e Kumbarit, po të vësh re, ato duan që ta çojnë drejt legalizimit gjën. Domethënë, edhe atë pasurinë e errët të zezë të botës së mafjes, duan që ta kapërcejnë, ta kthejnë çdo gjë në shtetëror, në çdo gjë legjitime. Pra, vjen një moment që edhe vetë ajo lloj shoqërie e kupton që ka ardhur koha për të ndryshuar, nuk është më koha e të vrarit njerëzve në mes të rrugës. Është koha e korrupsionit, është koha e investimeve, është koha e zhvillimit. Qoftë kjo nëpërmjet lekut të pisët, qoftë kjo nëpërmjet lekut të pastër. Ndonjëherë të dyja bashkëpunim me shtetin. Ndërkohë që do vim te faza e tretë, që është faza më sublime, faza ku njeriu pastaj çmendet. Faza e Albert Einsteinit. Domethënë, bëj shaka kur them çmendet, po është faza kur njeriu përdor në mënyrë më maksimale kapacitetin e trurit vet. Pra është kur njeriu kërkon të di përtej asaj që shikon, përtej asaj që ka. Ku mundohet që t'i japi shpjegim dhe materiales, pra të jetë një qenie më superiore. Neve duam shumë kohë që të shkojmë te faza e Einsteinit, po çdo lloj shoqërie nga ato që neve marrim për model ka kaluar nga këto tre faza. Ky është mendimi im të paktën.